Arber Hajdari, opinionisti i shtëpisë të famshëm në Shqipëri, kishte këtë opinion për Jozin pas shpullës që i dha gjestit. Josefin Marku dëshmoi se është djalë i poshtër, është i pabesë dhe nuk duhet ta bënte kurrë si atë veprim. Veprimi i Jozit rënditi ndjekësit familjarë dhe shumë personazhe publike. Nga ana tjetër ka qenë dhe Golde Xhi që reagoi pasi Jozi e goditi gjestin. Ti nuk e përfaqëson Shqipërinë. Shqipëria ka burra, po aty për fat të keq kanë fut greke, shkije, dhe gjaku i tyre me gjak shqiptare bien ndesh. Lart të rinë si i pasyej, si pa duar. Pse? Se ky e bëri ata që të dy e deshin. Evolose karrierën në Joz Marku, shkroi Ariana Gushi në profilin e tij në Instagram. Edhe Ledri Vula reagoi menjëherë pas situatës së ndodhur mes Gjestit dhe Jozit. Ai ndau një foto të Gjestit ku shihet me syrin e enjtur. Ledri foton e tij e shoqëroi me një kuror ku në një formë po tregon se po ja uron fitoren e këtij spektakli.